Ai burim thot ka gjasa që shumë shpejt do të thajë, thot. Pra para kiametit do të shteret. Mes Jordanisë thot dhe ose mes Shamit dhe Irakut ndodhet thot një burim ujë, quhet Ainu Zaghar. A ka ujë i burim thot? Po thon ka. A vadisin dhe prodhojnë thot njerëzit nëpërmjet atij pra të miellot? Po thot dhe më shumicë dhe më bollëk. A thot. A i burim thot ka gjasa që shumë shpejt do të thajë thot. Pra para kiametit do të shteret. Dhe njerëzit kanë për të gelë si mos kanë me çfarë vadit dhe me prodhu të ardhur bujqësore. Mas na pyet për palmat e luginës Jordanisë, që njihen sot një fjalë prej luginave të bregut perëndimor që i pjesë e madhe e ka zaptu si gjakatar që i shkatron Allahu kudo që janë. Dhe hurmat motë përmend të sojt hurmave arabe që prodhohen në këtë luginë, sa për informacion, është e hurma koke madhe që quhet me xhdhul, që është më shumë tull dhe brum, ndër hurmat më të mira. A prodhojnë thot ato hurma? Prodhojnë thot e me bollëk. A thot, shumë shpejt ka për të ardhur i kohë që ata hurma s'kan për të prodhuar më. Para kiametit. I pyet mëse ne për liçenin e madh Taberijës, që është mes Jordanisë dhe Izrael dhe Palestinës, se nuk ekziston kun hartë Izrael, është hartë e Sajuma ajo, ha? Po thot, a ka ujë? Bollëk thot. Dhe është burimi i jetesës në zonën e Shamit, sa për informacion liçeni Taberijës, ha? Për vaditje, për ujtëpishëm i vetëm i burim ujë që ndodhet në atë zonë, ky liçen është. Shumë shpejt thot ka për ushter thot edhe ai ujë.